Ekspertët amerikanë të Obdat janë rikthyer në prokurorinë e posaçme për të vijuar kështu mbështetjen për reformën në drejtësi në Shqipëri, ndonse menjëherë pas ardhjes në pushtet të administratës Trump, kjo asistencë u pezullua. Burimet bëjnë të ditur se një prokuror dhe përfaqësues të FBI-s Said Sitap kanë zhvilluar një takim me prokurorët e strukturës vetëm një ditë më parë, ku kanë njoftuar zyrtarisht rikthimin e tyre në pozicionet e mëparshme. Rikthimin në SPAK ka komentuar edhe ish kreu i demokratëve Lulzim Basha në vazhdën e replikave me kryeministrin në rrjetet sociale, ku i kujton këtij të fundit hetimet që kanë çuar para drejtësisë bashkëpunëtorët e ngushtë të zotit Rama. I tërhoqi Amerika ushtarët nga SPAK-u. Aty e ke Amerikën Rame. Vazhdojnë hetimet. Kujdes zemrat ke veni Rame. 7 313 Rame. Megjithatë, mbështetja për SPAK dhe GKO nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës konsiston vetëm në trajnime, pajisje teknike, logjistik dhe ekspertizë për hetimet, pasi të dyja strukturat financohen nga buxheti i shtetit. Pikërisht këtë detaj vetë prokuroria e posaçme kujdes ta theksonte edhe më një herë pas ndërprerjes së fondeve që presidenti amerikan Donald Trump vendosi pas ardhjes në pushtet. Rikthimi i ekspertëve të Obdat jap rrugën edhe bashkëpunimit me agjenci të tjera amerikane si ICTAP, DEA dhe FBI. Ndërkohë, në diskutimet politike, debati për SPAK vijon prej kohësh të jetë në qendër të vëmendjes, pasi kreu i opozitës Sali Berisha ka kërcënuar se do ta shkrijë strukturën me ardhjen në pushtet, ndërsa kryeministri, pasi komentoi për ditë me radhë cilësinë e hetimeve të saj, tha se do ta mbronte nga çdo tentativë për ta mbyllur.